Jako nesër një ndeshje me të vërtetë interesante. Tomorrow an interesting match, important match for both of the teams. How we are waiting this match during this week? We know this match is very important. E dim se kjo ndeshje ka mjaft rëndësi for continue our work. Për me vazhdu rrugën tonë. We are ready. We are ready to put in the pitch what we train this week. Edhe jena gati për me vendosur në fushat që kena bërë gjatë gjithë kësaj periudhën së rritje. Sa ka ndikuar për mirë kjo periudhë pushimi? How much did this period that we was off from national team impact for the team for the training? It's good for us because we can refresh our mind, our body to train, to make a good plan for the match and to be ready. Ishte diçka pozitive sepse mund të themi na ka dhënë një refresh në pjesën fizike, po ashtu edhe në mendjen, edhe gjithashtu kena bërë gjatë gjithë kësaj javës një shërbitje ku na ka shërby për këtë ndeshje. Shqetësimi kryesor se të radhë që do të kalojnë deri në Kastrati dhe vazhdon deri që është gjendja e tij fizike. One thing that they had problem with was injury of Kastrati and how it's his condition. I don't know to explain exactly what situation with Kastrat, but we know he is very important player for us, and we hope he can come soon as possible. Për momentin asun nuk kam një përgjigje qartë që mund t'jap për gjendjen e Kastratit, po e dim se ai është një nga pikat kryesore të ekipit dhe shpresojmë që të kthehet sa më shpejt në fushë. Çfarë besoni më shumë për skuadra Partizane duke patur parasysh edhe formën e saj të mirë dhe çfarë e fundit e ka pikërisht nga Vllaznia? How do you rate Partizani as a team? What you see that what they have strong and as you know the last lose they have against Vllaznia, they have a good time only winning. Yes, Partizani is a team that grow up in these months. Partizani është një ekip që ka pas rritje këto muaj më përpara, këto muaj në vazhdim, falni. We know they have good players. E dim që ka lojtarë të mirë, ka një atmosferë të mirë. We have a game plan and we follow it. Po ne kena një plan për këtë ndeshje dhe ne do ta ndjekim këtë plan. A është problem për Vllaznin fakti që luhet në një fushë të parë aktivitet? It's a problem for our team that we play in synthetic. Because also in synthetic we didn't win against them. No, it's a tough to play in this condition, but we don't focus in these things. We only focus to do in the field what we plan. E dim se është pak ndrysh të lush në sintetik, por nuk është aty vëmendja kryesore është çfarë do të bëjmë në fushë. Sa shqetësuese është për Vllaznin reparti i sudit, përveç se ka disa ndeshje. We have like 2-3 matches that we didn't score, and how we can say that attacking phase has probably these matches of Vllaznia. Every match is harder because the opponents knows that we have too much strength in the attack. Çdo ndeshje ka bërë më vështirë sepse we only clear in front of goal, and I think we will do this in the next match. Çdo ndeshje është bërë më vështirë sepse kundërshtar na kanë studiuar që ne kena një fazë sulmi mjaft fort, por ne duhet të jemi vetëm sa më të qetë përpara portës që të arrijmë të shënojmë, sepse rastet i kemi pasur. Ndeshjet e fundit ka munduar goli, por kemi pasur edhe barazime. Është momenti për fektura. The last matches we didn't score and we had draws and we didn't win. It's a moment to turn back everything and to have a win this match. Of course, we know that it's very important to win a match to make 3 points, but we are in a moment that championship go harder and harder because every team have good targets in the championship, and we are ready to come back and to win. Ne na gati për më rikthy për më shkute fitore, edhe e dim se çdo ndeshje për ne që ka vlerën e 3 pikë është një fitore e madhe, po ashtu edhe gjithë ekipet kampionati është në një fazë më vështirë ku gjithë ekipet kanë për qëllimet e tyre përkatëse. Pas Partizani vjen Dinamo në fakt një tjetër ndeshje është. After Partizani we play against Dinamo against a hard team for cup for the first match. What do you think about the next match? To be fair, we are focusing game tomorrow. Fokusi jonë është vetëm ndeshjen e Partizanit për momentin. After this match we can plan the cup match. Atëherë pas kësaj ndeshje do të jetë fokusi tek ndeshja e kupës.
Mund të jetojnë vllaznia të dy frontës? You think that we can play in both Cup and Championship for being the first? Of course, our target is to achieve both championships, Normal, objektivi jonë është luajmë për të dy trofet, but we need to think step by step. por ne duhet të mendojmë vetëm hap pas hapit, And that's it. kjo është e gjitha. Në aspektin personal që po ndjehet Jago në Shkodër. In personal aspect, how you feel in Shkodra? I A feel do very, të mundësia për And what do you think about next season for the renew, or what do you I think? feel very good here in Squadra. I'm very happy with fans, with everybody. Jam I lumtur me qytetin, jam mirë, Home here. duke sigur jam në shtëpi. To be fair, I 100% focus in this championship this season because we have a big challenge to turn back the happiness to the seat, and I want to contribute to Vladimir. Fokusi për momentin është vetëm në këtë sezon, ku do t'ja kthejmë buzëqeshjen ose festën tifozëve që I ka mungu për shumë vite me radhë. 2 sezone gjysmë në Shkodër. 2 season and a half, Ka momentin që ti gëzohet. 2 season and a half in Shkodra, but you didn't have a trophy. It's a moment that you can make others happiness, but also yourself happy. Yes, of course, this is like I feel because since I come here, I played I think 2 semi-finals. Last year we almost win the championship, and I hope and I feel this year we can achieve our goals. Po, mund të ashtu siç thotë edhe ju, këtë vit mund të jetë ai vit, sepse edhe vitit më përpara kemi shkuar 2 gjysmëfinale kupet, po ashtu edhe vitin e kaluar siç e dini për pak nuk fituam kampionat, për pak ishim pranë fitores kampionatit dhe mendoj se kjo është vit I dur, por të shohim. ndoshta për ta mbyllur, Jago shpeshherë ka dhuruar bërë spektakël edhe nga distanca. Sometimes you score beautiful goals from outside the box. Do you think that you let something for tomorrow against Partizani? We always are ready to help the team. I think my first mind is to contribute with Vladimir, and if something like this happens, I will feel very happy. Kryesori është që të kontribuoj për ekipin, të ndihmoj shok, pastaj nëse del diçka gjatë ndeshjes, atëherë është diçka më pozitive. Faleminderit. Sukses. Thank you.